Përfshirja indirekte e shërbimeve sekrete të Moskës në mbështetje të Teheranit po krijon një dinamik të re në konfliktet globale, duke sfiduar hapur dominimin amerikan në lindjen e mesme. Ky bashkëpunim strategjik synon të verbojë mbrojtjen ajrore të SBA-s përmes shkëmbimit të informacioneve satelitore dhe ekspertizës ushtarake ruse. Disa raportime sugjerojnë se shërbimet e inteligjencës së Moskës janë të përfshira në mënyrë indirekte në mbështetjen e Teheranit. Ndihma e Rusisë për Iranin mund të pasqyrojë dinamikën e cilën disa vende perëndimore mbështetën Ukrainën pas pushtimit në shkallë të gjerë të Rusisë në vitin 2022. Për momentin Washingtoni po qëndron në eshtje, por a është aktivizuar realisht partneriteti ruso-iranian? Një artikull i 6 marsit në Washington Post ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Ai citoi dëshminë e 3 zyrtarëve të informuar mbi raportet e inteligjencës, duke folur në kushte anonimiteti, të cilët pretenduan se Rusia i kishte treguar Iranit vendodhjen e aseteve ushtarake amerikane, duke përfshirë anije luftarake dhe avion. Nuk është e pamundur që sulmet e Iranit ndaj infrastrukturës së komandos dhe kontrollit, radarit dhe objekteve të përkohshme, si ato në Kuvajt, ku mbetën të vrarë 6 ushtarak, të kenë përfituar nga një plan për ndarjen e inteligjencës ushtarake midis Moskës dhe Teheranit. Traktati i partneritetit strategjik gjithëpërfshirës Iran-Rusi i 17 janarit 2025, i nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti iranian Masud Pezeshkian, krijoi një partneritet strategjik prej 47 pikash midis Moskës dhe Teheranit. Ai synonte zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik, zvoglimin e ndikimit të sanksioneve të SBA-s dhe forcimin e bashkëpunimit ushtarak dhe politik. Një dispozitë specifike e traktatit përcaktonte që në rast se njëra nga palët sulmoi, pala tjetër do të merrte përsipër të mos i ofronte agresorit asnjë ndihmë ushtarake ose tjetër që mund të zgjaste agresionin. Po ashtu, për të forcuar sigurinë kombëtare dhe për t'u kundërvënë kërcënimeve të përbashkëta, agjencitë e inteligjencës dhe sigurisë të dyja palëve do të shkëmbenin informacion dhe ekspertizë. Në janar të vitit 2025, një raport nga Instituti për Studimin e Luftës theksoi mbështetjen aktive ruse për programin hapësinor dhe satelitor të Iranit, i cili me kalimin e kohës mund të forcojë ndjeshëm aftësitë ushtarake të Teheranit, veçanërisht në mbikëqyrjen dhe goditjen me rreze të gjatë, që në vitin 2021, Washingtoni kishte paralajmëruar se Moska do ta furnizonte Iranin me satelitin Kayam, i nxjerrë nga Canopus V rus, i aftë të përmirësojë aftësinë e Iranit për të monitoruar objektivat dhe asetet ushtarake amerikane në lindjen e mesme, por mbështetja ruse nuk duket se kufizohet vetëm në furnizimin me sensor dhe sisteme të paralajmërimit të hershëm. Shumë tregues sugjerojnë se inteligjenca ushtarake ruse ofrojnë mbështetje operacionale përkundër sulmit iranian. Irani ka degraduar sistemin e radarëve të SBA-s, që nga fillimi i konfliktit forcat iraniane kanë shkatëruar 2 radar celular AN-TPY-2 të bandës X të sistemit antiraket THAAD. Njëri ishte vendosur nga ushtria amerikane në bazën ajrore Muwafaq Salti në Jordani dhe tjetri i përkiste forcave të armatosura të Emiratëve të Bashkuara Arabe. Gjithashtu ata dëmtuan radarin strategjik të paralajmërimit të hershëm amerikan AN-FPS-132 në Katar, i cili përdorej për zbuluar raketa balistike. Në botë ekzistojnë vetëm 15 sisteme AN-TPY-2 dhe shkatrimi i tyre nuk është aksidental, por i përgjigjet një zinxhir i vdekjeprurës të mbrojtjes nga raketat balistike anti-BMD të përcaktuar mirë. Neutralizimi i nyjeve të mbrojtjes antiraket synon të verbojë sistemin mbrojtës, duke degraduar rrjetin C2 dhe aftësitë e tij të ndjekjes për të lejuar fazën tjetër të sulmit me raketa, siç deklaroi Mara Masikot e Fondacionit Carnegie. Irani po bën zbulime shumë të sakta në radarin e paralajmërimit të hershëm ose mbi horizont në një mënyrë shumë të synuar, duke patur parasysh aftësitë e kufizuara satelitore të Iranit. Është e mundur që aftësitë hapësinore ruse të kenë ofruar imazhe shumë të përparuara. Nikol Grajevski nga qendra Belfer thotë se sulmet iraniane tregojnë një sofistikim të madh në përzgjedhjen e objektivave dhe aftësinë për të kapërcyer mbrojtjen ajrore, e cila i kalon cilësisht performancën e luftrave të kaluara, shkruan Inside Over. Për më tepër, ambasadori rus në Britani, Andrei Kelin, deklaroi më 7 mars se Moska nuk është neutrale në luftën kundër Izraelit dhe SBA-s, duke pohuar kështu mbështetjen aktive për Teheranin. Kjo mbështetje përkthehet në ndihmë informative për operacionet e Iranit, degradimin kinetik të radarëve dhe identifikimin e objektivave me vlerë të lartë, siç raportoi së fundmi Time duke cituar Robert Person. Putin i ka përcaktuar se lufta me Iranin i shërben interesave të Rusisë, çmime më të larta të energjisë, shpërqendrim global nga Ukraina, rreziku që Amerika të bllokohet në një tjetër moçalishte në lindjen e mesme.